Pesë arritjet e kësaj proteste: së pari, vrau frikën, vrau apatin, vrau idenë se shqiptarët nuk ngrihen, se brezi i ri është i pa interesuar, i pa informuar dhe nuk do t'ja di se çfarë ndodh në këtë vend. Kjo protestë i hodhi poshtë të gjitha këto mite dhe tregoi që brezi i ri është i interesuar, është i informuar dhe ngrihet për të kërkuar drejtësi dhe ngrihet për të mbrojtur natyrën dhe për të protestuar në mënyrë shumë paqësore. Së dyti u ka dhënë zemër institucioneve të drejtësisë. Vetëm gjatë javëve të fundit SPAK ka bërë disa aksione shumë të rëndësishme dhe ka sekuestruar pasuri me vlerë që i kalon 800 milion euro. Së treti, ka përmirësuar imazhin e Shqipërisë në mediat ndërkombëtare. Ndryshe nga sa na akuzon kryeministri se kjo protestë po dëmton turizmin, kjo protestë po e ndihmon turizmin. Deri më tani kur flitej për Shqipërinë në mediat ndërkombëtare, flitej vetëm për trafikantë shqiptar, për kriminal shqiptar, ndërsa javët e fundit mediat ndërkombëtare kanë folur për shqiptarë që protestojnë në mënyrë të qytetëruar, ka folur për shqiptarë që protestojnë në mënyrë demokratike, në mënyrë paqësore. Dhe të huajt kanë marrë veshje në Shqipëri ka flamingo, turizmi do të rritet, të huajt do të vinë të shohin flamingo, do të vinë të shohin natyrën e bukur shqiptare që e kanë njohur nëpërmjet këtyre protestave. Së katërti, kanë reaguar jo vetëm mediat ndërkombëtare, por edhe politika ndërkombëtare, që nga Bernie Sanders e deri tek Parlamenti Evropian, i cili dje ka miratuar një rezolutë shumë të rëndësishme për Shqipërinë dhe në një amendament të posaçëm i kërkohet Shqipërisë që të shfuqizojë ligjin 21/2024 për zonat e mbrojtura dhe t'i mbrojë zonat e mbrojtura. Dhe së pesti, ka thyer mitin se shqiptarët nuk ngrihen dhe unë mendoj që ky është fundi i një periudhe tranzicioni ku shqiptarët nuk kanë protestuar. Secili nga ne ka menduar që është i vetëm në këto qëllime, që askush nuk mendon si ne, por këtë herë ne kuptuam se nuk jemi vetëm, se jemi shumë që mendojmë njësoj, se jemi shumë që nuk mendojmë siç mendon politika dhe se të bashkuar, kështu siç jemi, ne mund të bëjmë atë që Václav Havel e quante fuqia e të pafuqishmëve, që është më e madhe se fuqia e pushtetit. Shihemi sot në orën 7, mos harroni.